Një deklaratë e fortë ka tronditur shtëpinë e Big Brother VIP Albania dhe ka ndezur debat të ashpër mes banorëve. Gjatë një bisede tensionuese, Casey hodhi akuza direkte ndaj Mirës, duke pretenduar se ai porosiste Lule për dashnoret e tij të dyqani i Stelinës. Sipas Caseyt, kjo situatë ka qenë e njohur prej kohësh dhe nuk bëhet fjalë për një rast të izoluar, por për një veprim të përsëritur. Këto fjalë sollën reagim të menjëhershëm nga Stelina, e cila u shfaq dukshëm e prekur dhe e revoltuar. Banorja e quajti këtë deklaratë turpëruese dhe të pavërtetë, duke mohuar kategorikisht çdo aludim dhe duke theksuar se emri i saj dhe i familjes po përdoret padrejtësisht në lojë. Është turp të përmendësh biznesin tim dhe të më përfshish në histori që nuk ekzistojnë, u shpreh Stelina me tone të forta. Debati u ashpërsua edhe më shumë, ndërsa situata krijoi ndasi mes banorëve dhe reagime të shumta në rrjetet sociale. Publiku tashmë është i ndarë. Kush po thot të vërtetën dhe kush po luan lojë për vëmendje? Drama në BBVA duket se sapo ka hyrë në një fazë edhe më shpërthyese.